Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në TV Albania. Sot do flasim për diasporën shqiptare. Në emision kemi dy të ftuar, përfaqësues të diasporës shqiptare, zotin Adrian Daullia dhe zotin Edmond Guri. Adrian Daullia është kryetari i Unionit të Shoqëtarëve Shqiptare në Greqi, një figurë e shquar e komunitetit në kontribut por më shumë se 2 dekadë në Greqi dhe vazhdon të kontribuojë pavarësisht përshësive. Gjithashtu dhe zoti Edmond Guri, ish kryetari i Federatës Shqiptare, një aktivist tashmë i njohur. Zoti Adrian, filloj me ju. Po, një jetëm. Faleminderit për ftesën që kam mundësinë të jap mendimin dhe versionin tim si person, por dhe si përfaqësues si një organi që quhet i Shkallës 2 Union, i Shoqëtarëve Shqiptare në Greqi. Por fatmirësisht dhe shoku nga besuar të tyre në kryetarit të asamblesë së përgjithshme të diasporës shqiptare në Greqi, një nga risitë më të mëdha dhe më shpresdhënëse për përfaqësinë sa më dinjitoze të komunitetit shqiptar në Greqi. E them me bindje sepse kemi kaluar të gjithë shkallët, ju jeni dëshmitar zoti shpëtim që kemi filluar me shoqata që në 96 vëllazërimi, arritëm të bëjmë lidhjen 2001, federatën, Unionin, Lidhja Kretës, Komuniteti Selanikut, arritëm në fund gjejmë gjuhën e përbashkët dhe kemi 4 vjet që punojmë bashkë me shokët që të realizojmë diasporën shqiptare në Greqi, një ëndër e cila duhet të krijohet dhe të bëhet realitet me institucionin bazë që më të ketë përfaqësimin sa më dinjitoz për komunitetin shqiptar i Greqi. Zoti Adrian, çfarë është diaspora shqiptare në Greqi dhe rolli i saj? Shumë e thjeshtë. Është përfaqësimi i shkallës së tretë, pra duke bashkuar 3 grupimet e Selaniku, Kreta dhe Unioni, krijuan të bashkë me shoqata të tjera si mota të janë jashtë grupimeve dhe organizme dhe po dhe për intelektuale të nderuar, krijuan diasporën. Pra bëm një kërkesë, të cilën na e pranuan dhe kemi 2 vjet që është ligjëruar. Tani, në këto momente që u flasim, është i vetmi organi i shkallës së tretë, përfaqësimi në shkallën e tretë, i cili kërkon dhe atë që të gjithë dëshirojnë, bashkimin e të gjithë shoqatave dhe grupimeve rreth kësaj institucioni që është diaspora shqiptare në Greqi. Dhe përfitojnë nga rasti, se kemi edhe shumë për diskutuar për vendimin tim, diskutime më madhe, thirrje më madhe është që të gjithë deri 15 mars e kanë derën hapur që të komunikojnë me komisionin që është vendosur për zhvillimin e zgjedhjeve, që të jenë pjesë e zgjedhjeve të datës 29 mars, që të kompletohet gjithë formula e madhe të institucionit diaspor sipas rregullave dhe ligjeve të shtetit grek ku ne jetojmë dhe punojmë. Ju me 16 shkurt jeni zgjedhur dhe kryetari i asamblesë diasporë. Sekretari i asamblesë jemi munduar patëm po mbushim muajin dhe një javë, 3 javë, që të jemi në kontakt me të gjithë shoqatat, grupimet, siç është komuniteti shqiptar në Greqi, dhe të gjithë njerëzit aktivistë që interesohet që kjo punë të mbarë vej, pra diaspora të jetë një nga organet më kompetente dhe frutëdhënëse për problemet, nevojat dhe hallet të komunitetit shqiptar që jeton dhe punon në Greqi. Mundi, cili është roli i diasporës shqiptare në Greqi? Dhe përse nevojit të këtë? Faleminderit për ftesën shpëtim, edhe një herë Albania TV. Kam deri burim të tyre, kam deri. Jam në një intervistë speciale atje për krahar djalit, duke qenë që kemi një rutinë të gjatë në diasporë, një rutinë i cili ka kaluar 1000 ulje ngritje për shkak të vështirësive profesionale, por ai që më ishte vërtetë fakti që këto përpjekje janë bërë me vullnet, me dëshirë, me zemër, edhe me kosto, si nga koha e familjes, por edhe nga buxheti i familjes. Pra, kjo duhet të thonë për këtë që mendoj është gjë e rëndësishme. Cili është roli i diasporës? S'para të sqarojmë çfarë është diaspora. Diaspora është një organ i shkallës së tretë, është një organ të cilën bashkë me djalët dhe me bashkë udhëtarë të tjerë, si zoti Luan Zyka, Ilyas Bobaj, Lulçina, të gjithë së bashku dhe shumë shoqata të tjera, që Arteni përmendi, por edhe të tjera që nuk përmendur, të cilët u bashkuan me idenë dhe vizionin që tashmë komuniteti shqiptar në Greqi duhet të shkëputet nga termet dhe nga ai kuadri që quhet emigracion, por diaspora që sot aktualisht neve
numërojmë të pakën 3 breza emigrantë, duke filluar nga brezi I parë, që janë kontingjenti I vitit 90, brezi I dytë, që ose janë lindur ose janë arsimuar në Greqi, por tashmë të vjen brezi I tretë, që është fëmijët e brezit dytë që kanë lindur në Greqi dhe janë automatikisht jo vetëm qytetarë evropianë, por dhe qytetarë të Bashkimit Evropian. Pra, në këtë kontekst, ligjërisht dhe moralisht jemi diasporë, pra kjo diasporë. Dhe për të pasur diasporë, lind nevoja të ketë një përfaqësi, një organ, një organizim social, ekonomik dhe politik në thonjza, I cili do të ketë rolin institucional të integrimit të bashkëtarëve apo të ofrimit të një koordinimi, idesh, vizionesh dhe kafas përbashkëta me qëllim që shqiptarët në Greqi së pari mos humbasin identitetin e tyre, pra të kenë rolin që kanë, por aq më tepër të jenë më të vlerë në shoqëri ku janë dhe tek ky shtet ku ne zgjohet të para Greqinë. Dhe duke mbyllur diaspora shqiptare në Greqi është një institucion I cili I përket gjithëve. Pavarësisht në është dinamik e tij apo që do të thotë nëse është antar apo jo, I përket një qytetari thjesht që është në një pjesë periferike të Greqisë, në Greqinë e Veriut apo në Ishut, të një grupimi I cili mund të ketë 1.000 vendime do të ketë shumë sukses për jashtë diasporës, por përgjithsisht diaspora në tërësinë e saj është një organ I përgjithshëm që I përfshin dhe I përfaqëson të gjithë. Dhe është mirë, si Dardiani tha, dhe unë e përsëris, që është një moment shumë I artë të thosha që të gjithë së bashku pa përjashtim, gjithë secili të jenë pjesë e kësaj dinamike me qëllim që të gjithë së bashku të vëmë një kurthemel të shëndetshëm me qëllim që rinia, brezi I dytë dhe aq më tepër ato mohime dhe drejtë që drejtë sot janë anashkaluar apo nuk ka marrë vëmendjen e duhur si nga shteti grek, por dhe nga shteti shqiptar, të adresohen ashtu siç I takon dhe I shkon për shtat një kombi të lavdishëm shqiptar dhe shteti shqiptar. Zotë Adrian, çfarë mund t'i sjellë shqiptarëve kjo diasporë? Kjo është brenda që në ka torturuar gjithë këto vite ne si aktivist, por këto 3 vitet e fundit me profesor Luan Zygur, me Lurcinën, me Elias Bobe dhe Monti, çdo javë bisedonim online dhe diskutonim që mirë po e bëjmë, por çfarë do u sjellë, dhe çfarë të mirë do kenë gjithë shqiptarët. Dhe kemi arritur përfundimin që unë po e konkludoj sot, po ja them me pak fjalë që mos filo dhe njerëzit që na shikojnë dhe na dëgjojnë që edhe një fëmijë që lind sot në një familje shqiptare është pjesë e këtij institucioni që ne kishim ëndër dhe bëm realitet pra I diasporës shqiptare në Greqi. Pra, ky institucion do jetë ai që do të mbrojë me devotshmëri në çdo cep të Greqisë, në çdo familje shqiptare integritetin, të drejtat që janë munguar gjithë këto vite që të gjithë dim s'ka nevojë të kujtojmë se kemi vajtur në çdo institucion të qeverisë këtu dhe qeverisë në Shqipëri dhe kemi kërkuar sot e 30 vjet, por do jetë më e fortë se do jenë gjithë në 20 përbashkët. Si shtemi që bashkimi bën fuqinë, tani bashkimi do jetë institucion. Dhe për ne do jetë diçka e madhe që të gjithë ta përkrajnë dhe pa shikuar atë egon e të mëshme në për Facebook, sa asnjëri nga ne që bëmë gjithë të punë, apo dhe nga ata që ikën, e lanë jetën, e lanë aktivitetin e gjysëm dhe ditën ju dini shumë mirë që kishin ëndër këtë ditë, por kjo do ketë vazhdimsi. Nuk është private, nuk është personale. Gjithçka do jetë në të mirën e bashkëdhëtarëve që jetojnë dhe punojnë në këtë vend. Unë uroj sukses e kudo që t'jenë dhe njëherë përsëri sincere. Mirë se të vini të shtëpia juaj që quhet diasporë e shqiptarëve në Greqi. Mondi, si një organizëm më I lartë përfaqësimi këtu në Greqi, çfarë ka të veçantë këtë diasporë? Është shumë domethënë se dhe mendoj është e vlefshme të sqarojmë për gjithë bashkëdhëtarët që na ndjekin nëpërmjet Albania TV, por edhe ata që nuk kanë pasur mundësinë fillimisht të jenë pjesë të diasporës. Diaspora shqiptare në Greqi në vetë kuptimin e saj është një institucion I cili merret me trajtimin dhe adresimin e problematikave jo thjesht të së përditshmes, por dhe çështje që janë madhore, të cilat janë në interes të përbashkët. Kjo është ajo pjesë e cilën neve insistojmë ose sa kemi si vizion dhe si objektiv, duke afruar dhe duke patur si qëllim ato që deri më sot janë tentuar të bërë, po që janë bërë ose tepër nuk janë bërë. Konkretisht, në Greqi
Greqia ka një kontingjent pa shoqe, pra nuk ka një vend tjetër në Bashkimin Evropian apo edhe më tej, të shtetet shqiptare të cilët kanë studiuar apo janë arsimuar apo kanë lindur në Greqi. Kryesisht ata që janë arsimuar nga arsimi grek, që për llogaritet sipas atij gazetare të jenë më shumë se 130.000 nxënës. Nga ky kontingjent, të paktën pjesa më e madhe për tyre, gjithmonë sipas studimeve të përfillta të universiteteve greke, janë ekselent. Ne synojmë që një pjesë të mirë të këtyre elementeve t'i ofrojmë në diasporë, jo thjesht duke qenë po duke dhënë mundësi që ata të jenë pjesë diasporës me qëllim që të bëjnë studime të përfillta të problematikave dhe të bëhet aludimi çështjeve jo sipas mediave, por trajtimi profesional, shkencor i tematikave dhe problematikave, siç i ka qenë rasti konkret. Pak ditë më parë, ne jemi dëshmitar, u votuar në Parlamentin e Greqisë dhe kemi një ligj të ri. Çfarë sot ligji i ri? Siç e dim faktikisht edhe një herë faktori shqiptar muaj, tu marr përgjegjësi se bën edhe një autokritik që mund të ishte edhe më dinamik, ne bëm pjesën tonë si diasporë, por prapë nuk mjaftoi, sepse ne kontaktuam ministrin e Brendshme, ministrin e Imigracionit, shkuam tek demokracia e re, ja përtonëm me shkrim, por në fund të ditës mendoj që nuk mjaftoi sepse rezultati i cili ishte, erdhi një projekt ligj dhe një ligj tashmë i cili redukton të të themi zhvillimin e integrimit të emigrantëve që me padrejt quhen emigrantët sot. Vetëm kaq është personi ligj. Pra në këtë kontekst diaspora nuk mund të shikohet si një trup e huaj e shoqërisë greke, mund të shikohet si një trup unike e solide e saj, por me ndjenjën e vazhdim që ka studiuar në Greqi, duke filluar nga shkenca politike, nga drejtësia e çdo lloj shkence tjetër, e çdo lloj fushë tjetër, dhe ti themi palës greke, shoqërisë ku jetojmë, që ne nuk jemi trup e huaj, nuk jemi diçka e veçantë, por diaspora është këtu për dy arsye kryesore. Për të thënë që shqiptarët janë njerëz me dinjitet, me origjinë dhe me histori të kaheshme, madje nuk hezitoj të them të barazvlefshme siç Greqia, sepse shqiptarët dhe grekët janë popujt më të vjetër të Ballkanit të Evropës, kjo e faktuar shkatërisht, por dhe realisht jemi dy komshinj dhe diaspora shqiptare nuk është një kontingjent emigrantësh, është një pjesë dinamike e shoqërisë vendet dhe për pasojë ka nevojë dinamike të paraqitet shëndetshëm shoqërisë greke dhe administracionit greke, sepse praktikisht flasim nderuar shpëtim për më shumë se 180.000 shtetë shqiptar që janë dhe shtetas grek, janë votues grek. E gjithë kjo nuk kupton një dinamikë e potencial të madh që neve erdhi koha gjithsecili nga këndvështrimi i tij me pozitën e tij ti ofrojmë shoqërisë shqiptare një produkt të ri dhe më tepër një imazh tjetër shoqërisë shqiptare, por kryesisht që thash tematikat kryesore për mua unë rrethë një herë kam thënë, pra nuk hezitoj të bëj autokritikin që mund bëjmë shumë të tepër dhe është fatkeqësi që në vitin 2026 neve përsëri mbulohemi në ombrellën e tjetër kujti nuk kemi ne shqiptarët aty përpara. Pra kjo është një brand nga ana ime dhe uroj që këtë rol ta kryej më së miri diaspora shqiptare në Greqi. Daj dhe unë i bashkoj edhe një herë ripërsëri që tha Djani pak më herët, është një ftesë për të gjithë, që diaspora nuk është as ardhja në atë momент, as shpëtimi i ndjes për fjalën po mendoj është shembull më i mirë, të gjithë së bashku në Greqi, përveç kontingjentit të studentëve ka artist, ka intelektualë që kanë shkëlqyer, ka skulptor, ka inxhinier, ka mekanik, madje kohët e fundit ka konstatuar që ka deri dhe figura të lata që janë deri në pilotë shoqërisë civile. Pra, ka një dinamikë të madhe të cilën ne si diasporë kemi detyrim moral dhe ligjor t'i ofrojmë dhe të element të na përfaqësojnë dënjësisht në institucionet e Greqisë, të Shqipërisë dhe të Bashkimit Evropian, dhe akoma më tepër është një mundësi e artë që diaspora e Greqisë të jetë pjesë unike e strategjisë së Shqipërisë për atë integrim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse jemi ne ambasadorët e parë që hapën dyert e Bashkimit Evropian dhe pas erdhi politika shqiptare e cila akoma edhe sot tenton, mundohet, por së fundi po nëse i krahasojmë akuzohen për korrupsion, se neve jemi kryevallat sepse ja dolëm me nder, me kontribut, të kemi jo vetëm integrim shoqërinë greke, por të kemi sot biznesmenë të shkëlqyer si Çartiani dhe shumë të tjerë, të cilët po me krenarim të themi neve ja dolim në një vend shumë të vështirë në Greqi, por duhet të shkojmë në hap më të i cili është hap brezi i ri, rinia, intelektualët, vlera duhet të mundi antivlerën. Adrian, shqiptarët në Greqi e krenaria e shtetit shqiptar apo jo, ata na shikojnë neve si një klasë të integruar. Unë desha të pyes, duke vazhduar komentin e mondit, desha të pyes ku jemi sot në diasporë.
kthejmë përgjigjen se ku jemi diasporën, unë gjithmonë e nis nga vetvetja. Çfarë unë i kam bërë diasporës për të marrë shembullin personal timin dhe pastaj të gjithë shoqërisë që përbërën diasporën, pra ishte emigrantëve dhe qytetarëve sot gjysma e qytetarë grek, sepse ka marrë statusin e mbështetësisë që marrin këtu, por problemi nuk është kush është diaspora. Do ta kuptojnë të gjithë që ky institucion e i theksoj institucion ka vend për të gjithë. Dhe është një nga arritjet më të mëdha që bën emigracion për 30 vjet. Nuk duhet bëj gjithë historikun vetëm dy gjëra. Të gjithë shoqatat që luvrojnë, punojnë në çdo qytet të Greqisë janë diku të organizuar, qoftë edhe veçantë, nuk ka rëndësi. Nëse ato do kenë një zë të fuqishëm, siç është institucioni diasporë, nuk është nevojë të ndajmë në 7 oda, siç po ndajmë tani. Sepse tani pa ofenduar politikën shqiptare, bëhet një diçka që unë se kam parë kur patën 30 vjet në migracion. As Filip Reali nuk u futi shoqatat tona, as Bashkimi Zeneris u futi shoqatat, po e kundërta na ndihmonte, kurse herë të fundit që bën ambasada po na përcakton dhe kush do na përfaqësoj. Dhe kjo është një fatkeqësi midis politikës dhe neve që punojmë vullnetarisht. Dhe nuk e pranoj. Dhe me qenë se po një rasti që mos u duket idhë as qendrës së diasporës së AKD-s në Tiranë, u a thash para një muaj gjysmë, ose ishte 2 muajsh, u a them përsëri. Mos luani me diasporën, mos luani me shqiptarët në Greqi. Shqiptarët nuk janë as të majtë as të djathtë. Shqiptarët janë as ballistë as komunistë. Shqiptarët janë njerëzit më të vuajtur në Greqi flas, të cilët çdo gjë kanë çarë me shpatë në dorë vetë. Dhe është shembulli që të gjithë shoqëria greke, të paktën mua 4 vjet më parë në shkollë, ma thonin çdo mëngjes që shkoja. Jeni krenari e kombit tuaj. Është diçka e rrallë. Të thuash që ti je 40 vjeç student, dhe ti je student të tjerë 18 vjeç, dhe të thuash që je krenari e kombit tënd, kjo është diaspora. Pra, gjithçka bëhet, vetëm thjesht ne do të jemi njerëz real. S'do të ngatrojmë gjëra, ja mund apo është ai jo. Jemi të gjithë bashkë. Ju bët një kritik lidhur me ambasadën, do të thonë, ju thoni aty ku futet politika ka përçarje apo jo? Mos e sa. Dhe po them edhe diçka tjetër. Ta shtoj të gjithë. Për një muaj është samiti. Diaspora shqiptare, si institucion i ligjëruar për 2 vjet, nuk ka asnjë vend, asnjë panel. Ne kush jemi? Duar të orkesit, se bëjmë të. Jo, s'ka më shtatë. Jo, ne nuk jemi të tjetë. Diaspora do t'jetë e para që do të pyet. Dhe nëse ju e din, nëse nuk e din njerëzit që do ta dëgjojnë dhe ta shikojnë, ne kemi për peticion dhe nuk bëm bojkot për treguar që ne nuk jemi anti-shtetës, anti-qeveri. Por në para 2 vjetësh ne bëm një peticion që nuk ka të drejtë ambasadat apo edhe ministria të përcaktojë profesionistin ta. Se kjo do të thotë që atëherë kot bashkëpunojnë. Ne i dim kush janë njerëzit që i vlen. Në çdo panel ne dim se kush është ai që do flasë të vërtetën. Nëse do shkojmë për të lavdëruar ambasadorën dhe për të rritur në sallë, unë personalisht si Ardian mas 30 vitesh nuk e pas shok të mirë të bëj. Pra ju keni kritik ndaj ambasadës apo jo? Natyrisht. Do të shkritikë e kam thënë shumë herë dhe ta them gjithmonë. Derisa ata ta kthejnë përgjigje nga emailët dhe derisa ta pranojnë që takojmë. Zoti Mondi mund ta vërtetoj këtë që ne kemi rreguar takim që të njëjmit patën e të pestë, se s'është dhjetur akoma si janë bërë zgjedhjet dhe asnjëherë nuk ka hapur derën. Dhe të janë bërë me email. Dhe mua nuk më dredhet qerpiku t'i them gjëra siç kanë, se kur nuk ka pas probleme të tilla. Ju nuk kritikosh apo për të mirë. Natyrisht, dhe ne bëjmë për përmirësuar gjërat, për të shkatruar gjërat. Nuk kemi probleme me njëri, po thjesht na respektoni dhe ne. Sepse ne jemi ata që luftojnë vetë. Nuk kemi asnjë që na thotë që do bësh këtë, s'kemi drejtues. Ne jemi autodidaktikisht njerëz të cilët punojnë me pasion dhe duam ta bëjmë të punë sepse na vjen keq që nga vllaim që shikojnë në shtëpi dhe në punë dhe detet e mirë janë biznesmen. Po vllaim që është punëtor. Hapë zoti ke problem ato letrat e rregulla, të drejtat e barabarta siç ka një emigrant ose edhe tash që është bërë 30 vjet akoma me letra me vevëse të bërë në shkollë. Mund vjen zor ku më pyesin në rrugë ose në punë, ç'bëre ti për ne? Unë kam një justifikim.
Si ju them që kur ju ftoni në programa, ju lini për shtëpia. Nuk lini punën. Edhe do kanë thënë që diçka të mund ta bëjmë, mund të duket keq, mund të më marrë edhe për keq, por s'ka asnjë problemi. Sigur 24 orë të ndalojnë punën, ju nuk duhet ta më fare. Merë të drejtën. Vëlla, merë të drejtën. E drejta fitohet, nuk dhurohet. Ju lutem, unë jam vetë biznesmen. Nëse më punoj nuk thotë që vëlla, s'ma shikon të mirë, unë ashtu do vazhdoj. Kjo është një gjë reale. Nuk e di, a e mbështet mondi mendimin tim, por kjo është një mendim që i bëjë 100 milionë euro. Ta pyes zotin Guri. Zotin Guri, këtu u bë një diskutim i hapur lidhur me strategjinë e diasporës shqiptare për vitin 2026 dhe 2030. Nuk u mor parasysh diaspora shqiptare. Bëhet samiti 4 në Tiranë, prap diaspora shqiptare nuk merret parasysh. Pse ndodh kjo rrugë? Nga gabim apo është fenomen? Unë kam një këndvështrim më ndryshe lidhur me faktin që shteti shqiptar për zonat akoma të sot ka një politikë të vobekt, nuk flas për diplomatikë, se më vjen diplomatia, e cila përcitet në çdo aspekt. Pra, këtë duket qartë. U deshën 30 ca vite, 34 vjet, 35 vjet, për të dhënë drejtën e votës. Edhe drejta e votës ishte me insistimin ton, gjithsecili nga opozita e tij, por e drejt e cunguar. Pse e cunguar? Sepse nuk u hap, ose më saktë nuk u dha mundësia ligjore e përfaqësimit të diasporës. Pra, votoni për ne, sepse kështu e duam ne. Dhe thjesht kemi që ne u dhënë drejtën e votës. Pra, nuk na jep politika shqiptare, na jep Kushtuta e Republikës së Shqipërisë. Pra ne kemi vështim përsi politika shqiptare aludojë ndërmjet ne kemi manipulojë opinionin. Shkojmë më të lidhur me faktin e ambasadës dhe të diasporës. Diaspora është një fëmijë i vogël që është në rritje sipër. Ne ka nevojë për ushqim, ka nevojë për nënë. Nënë në të rast janë shoqatat, organizatat, por kryesisht është shteti shqiptar dhe shteti grek, sepse thamë, diaspora ka një pozitë tjetër. Diaspora shqiptare nuk është thjesht dhe një organizatë tjetër, por është një institucion i cili më shumë ka profilin e statusin e një instituti që merret me tematikat më rifillta. Në këtë kontekst duhet që trupi diplomatik, kryesisht ambasada, që të ketë një qasë më ndryshe ndaj diasporës. Ka një dobësi në dy palët që dhe ambasada ka një qasë ndryshe ndaj faktorit shqiptar në Greqi, për mos përmendur tjetër, por nga ana tjetër dhe diaspora ka një dobësi e cila deri më sot ka një kryesi provizore, ndërta për të informuar opinionin është Zotë Elian Davullja, Edmond Guri, Luan Zyka, Ilyas Bobaj dhe Lulzim Qina, Lulbuka në Kret. Pra, këta përbyn diasporën. Por, diaspora nga pas ka një dinamik shumë të madhe, të cilin nga treguar. Fatkesisht, neve për arsye të brendshme dhe për arsye të zhvillimit, sepse ka nevojë për kohën e vet, vendos këtu në fund shkojmë në zgjedhjen 29 mars dhe çdo gjë e ndahet pas 29 marsit. Pra, kryetari, kryesieri kryetari ka një përgjegjësi shumë të madhe dhe kjo këtu bën dallimin. Nuk është edhe një shoqat tjetër, sepse ky është një disinformim apo një do thosha një tendencë e pa drejtë që ta përcjelli dhe një organizatë tjetër apo bisedë të dalin. Unë nuk do të merrem me individ sepse është rreth parë nuk është në takin tim, por edhe në nivelin tim. Unë atë që mund të them si të mund, por edhe duke patur përgjegjësinë e bashkëpunëtorëve të mi, si nga shoqata Lushnja apo dhe të tjerë apo dhe bashkëpunëtorët e mi në diasporë, qëllimi kryesor i diasporës është që diaspora po luan një rol, e ka filluar tashmë de facto, dhe do luajë një rol shumë herë më të rëndësishëm. Kështu që nëse trupi diplomatik apo shoqata tjetër, organizata tjetër apo edhe vetë shteti shqiptar nuk na merr konsiderat, gjatë rrugës do na marrin konsiderat sepse është puna jonë, dhe vizioni jonë dhe këmbgulja jonë që t'i bëj ata të vinë. Lidhur me faktin se jemi apo jo pjesë e paneleve, ka një problem shumë domethënëse sepse nga momenti që shteti shqiptar ende është i dobët dhe ka dobësi në mënyrën e organizimit, janë shumë faktorë në mes. Është paaftësia dhe pamundësia, ose më saktë objektivi që ka shteti shqiptar për luajtur diasporën, sepse e nisën e shtyn prapë dhe kanë bërë disa panele të cilat janë jashtë kontekstit.
flasë për diasporën, po pa e përmendur diasporën. Nga ana tjetër, fatkeqësisht ka një tendencë lidhur me mënyrën e organizimit se shteti shqiptar diçka që bën me para, por kur vjen puna neve as nuk na llogarit, ne duam para, por duhet jemi pjesë e faktorit sepse përdesa neve shteti grek na respekton dhe ne jetë të drejtën e fjalës, duhet ta bëjë dhe shteti shqiptar. Në këtë kontekst, ne kemi vënë që kohët e fundit, edhe shteti shqiptar, pavarësisht të gjithë rrethanave dhe situatës, nuk merr askënd parasysh. Dhe mjafton të mendoni fakti që jo më larg para pak ditësh u zhvillua në Tiranë takimi për diasporën, apo jo? Pra askush nuk ishte i ftuar nga diaspora. Flasim për diasporën, disa figura që s'kan lidhje me diasporën, disa institucione të pavarura të organizata me sfond ndërkombëtar, të cilët neve kemi patur mundësinë dhe shansin t'i njohim dhe dikur të kemi bashkëpunuar në Greqi, por në fund të ditës janë thjesht organizata ndërkombëtare të cilat bëjnë studime ose marrin fonde ndërkombëtare, por që nuk kanë thelb dhe esencë objektiv diasporën. Unë kam provojën e hidhur që kur i troja vëmendjen në kohë kur isha kryetari i Federatës Shqiptare në Greqi, dhe kur praktikën statistikat, mbaj mend kanë qenë u befasuan, të mos them emra ministrat dhe sekretarët përgjithshëm të ministrive, dhe u desh pastaj konfirmimi nga Instat që në Shqipëri u riadesuan vetëm nga Greqia 180.000 shtetas shqiptar, pra një shifër absurde. Dhe unë bashkë me bashkëpunëtorët e mi në kryesinë e diasporës e Federatës i dërguam një plan, në më ta themi kështu, me propozime, pra disa pika, një projekt se si të bëj integrimi këtyre qytetarëve që të kthyen në Shqipëri. Sepse harroni fakti dhe këta ishin shtetas shqiptar, por që u shkëputën për 2 dekada shqetësar nga Greqia dhe u rikthyen në dhe. Pra kishin problem, duke të folur nga fëmijët që ishin në Greqi dhe nuk flisin mirë shqiptar, se do të integroheshin. Si do të integroheshin në termin e punës, si do të integroheshin në shoqërinë vendase. Orientim pra, një sërbikës. Ky në këtë kontekst mendoj që los një rol diaspora, shteti shqiptar me vonesë e pranoi, pra e mori në konsiderat, por ishte mbasi kishte mbaruar diçka, dhe nuk sot rezultat. Edhe sot kemi panelet dhe unë kam qendroj idenë dhe mendimit që nuk është çështje përfaqësimi i figuracionit. Në këtë për figuracion unë refuzoj që në pak mund si jetë mund. Është çështje thelbësore, kur flasim për institucione dhe organizata dhe institucione, i referohemi rregullit, ligjit dhe protokolleve që respekton çdo vend i botës. Të marrim praktikisht Greqinë, Kroacinë, Italinë, Sloveninë, vende që kanë një diasporë shumë të madhe. Italia është superficie e botës. Kur vjen fakti i diasporës, ka një qasje tjetër. Pavarësisht se cila forcë politike është në pushtet. Ka vende në senatin italian të diasporës që janë specifike. Pse? Sepse diaspora ka një potencial të shkëlqyer. Djemtë, vendet shqiptare që kanë studiuar në Greqi janë ekselentë dhe po shkëlqejnë në universitetet e botës dhe në Greqi. Pra është një potencial i mundshëm që i ofron atë dhe. Pra, kjo vjen në anë të diasporës. Diaspora është një faktor tashmë, institucion është niveli i tretë. Për ata që nuk kuptojnë, thotë niveli i tretë, do thotë është shkalla më e lartë e përfaqësimit, e cila nuk merret me çështje të rutinës së ditës, por merret me analizimin e dinamikave dhe politikave sociale, ekonomike dhe politike të asaj popullati dhe atij grupimi që përfaqëson. Këtu nuk flasim për grupim, por flasim për një diasporë të që kolektivisht të 600.000 shqiptarë. Në këtë kontekst lindet përgjegjësia dhe më ta themi dhe e ambasadës. Çfarë është ambasada? Ambasada nuk është politike, është apolitike dhe është trup diplomatik. Ambasada përfaqëson kombin shqiptar dhe automatikisht përfaqëson edhe është pjesë e diasporës shqiptare se jeton këtu. Ndaj kur vjen një trup diplomatik në një vend tjetër, automatikisht pajisë me lejë qëllim në vendin ku shkon. Pavarësisht se ka pasaportë diplomatike apo familjarë të tyre. Pra, në këtë kontekst, ambasada është pjesë e jona dhe duhet së bashku përtej tendencave të secili apo vendimit të cilit të ulet dhe të koordinohemi gjithë secili me pozitën dhe vendin që ka. Kjo mendoj është më e mira dhe është e udhës për të parë përtej pretendimit që ka Guri, dhe them Guri në mënyrë figurative, këtu ne kuptoj gjithçka dhe gjithkënd që mundohet i nderuar shpëtim dhe i nderuar djathtë që të shkëputemi më në fund nga figuracionet apo tendenca dhe pretendimet individuale. Erdhi koha, prej kohësh tashmë që
vlera të mundën nivelli refleksoj. Pse them vlerë? Vlera është e figurave të cilat nuk janë konsumuar, të figura që mund të kontribuojnë, se për mua se të mund është ofendim, ku shikoj disa figura që në përfaqësojnë si në Shqipëri apo të cilët janë njolla e emigracionit në Shqipëri dhe nuk kanë më të. Shiko, mundi, unë atë që kam kuptuar, pse ndodhin këto gjëra, pastaj do të pyesim zotin Adrian. Unë mendoj sepse kjo është paftësia e një ambasadore këtu, më kupton? Pra pushteti shqiptar dërgon një të komanduar ose një të deleguar që nuk është ambasador karriere, ndodhin dhe këto gjëra. Adrian, ambasada e di që ju keni krijuar diasporën shqiptare? Është ndjeni ambasada shqiptare? Është mirë informuar dhe me email, që është krijuar me shëgjëruar, me bordin drejtues për 5 veta që vetë popular, dhe është aktive, organizon aktivitet dhe organizon takime me shtetin që ne jetojmë punojnë, kemi bërë 6 takime, që nga Siriza dhe të Partia Demokratike që ishte dhe ju prezent. Pra nuk kemi lënë asnjë institucioni pa u prezantuar. Kurse te ambasada shqiptare nuk kemi prezantuar, por nuk është konfirmuar ftesa. Ka një protokoll që ndalon këtë gjë? Jo. Absolutisht. Është çështje dëshire. Apo jo? Nuk e di. Ato janë punë diku tjetër, por punë nuk mund t'japë version. Nuk ka protokoll që ndalon. Ndoshta s'ka pas kohën, mund të vit na takoj. Ne kemi 2 vjet ata, kemi 2 vjet, pas ka 2 vjet këtu. Po pikërisht për ne vetëm po e them në mënyrë figurative. Ti thua se të duash, pse ndodh kjo gjë? Megjithatë nuk kemi ndjes për Pse ndodh kjo mundim? Shiko, është diçka që mendoj që nuk është tematike e diskutimit për momentin. Ambasada ka rënë sa ne kemi tonë, neve si Po ne kritik bëjmë, Jo, ne vrasim, ne bisojmë ne eksplikojmë dot. Çfarë do ta spogulojmë, ta spogulojmë? neve nuk mund të shiko, mund të them gjashtë dhe mendimin tim. Në këtë kontekst, diaspora është një moment shumë delikat, shumë të rëndësishëm dhe shumë domethënës për gjithë. Cili është momenti? Është momenti që diaspora shqiptare në Greqi i bën një thirrje të gjithëve. Gjithë secili mund ta njeh vetëm mos ta njeh vetëm. Edhe ambasada ka dinamikën e saj që neve për momentin nuk është as ora as ka për të kritikuar sepse nuk hezitojmë të bëjmë kritik. Jemi të hapur, kemi gjetur të vazhdojmë të jemi hapur, por për momentin mendoj që diaspora është këtu de facto dhe de jure, për gjithë secilin dhe me punën e saj, pavarësisht se çfarë mendon institucioni i ambasadës apo individ të ndryshëm, për ne nuk ka rëndësi, për ne ka rëndësi që diaspora do shkojë shumë më tej. Dhe jam i sigurt që dhe ambasada dhe shteti shqiptar apo edhe shteti grek do bashkërendojnë dhe do bashkëpunojnë ngushtë shumë shpejt. Jo se e them të ngulë, por diaspora, se ta diaspora është më mira e mundshme e gjithë të kësaj dinamike e prodhuar për shkak të nevojave dhe përplasjes që ka për secili. Se në fund të ditës neve nuk mund të punojmë askujt dhe askush nuk mund të imponohet, por në fund të ditës, siç e tham, janë institucione që vlerësohen në bazë të dinamikës, vlerës dhe peshës që ka në shoqëri dhe në vendin tonë. Po mua nuk është gjë e mirë kjo, nuk është gjë e mirë kjo. Adrian, më mbylli Adrian, çfarë më flasim? Tham, qëllimi final u arrit. Fillimi i gjithë të bashkëudhëtarëve, bashkëluftëtarëve, bashkëvuajtësve që u morën me aktivizime krahas problemeve të mëdha që kishin familje, ekonomike, sociale, familjare të gjitha, arritja e krijimit të institucionit diaspor i dha një shtys që të ketë të hapet përfaqësimin i Komunitetit Shqiptar në Greqi në mënyrë kaq fantastike që ka vend për të gjithë dhe do hiqen ato sloganet egoistike të secilit nga ne që gjithçka këtu do bëhet për ata njerëz që përfaqësojnë, jo për personin. Se ne çështjet tona kemi zgjidhur, dhe çështjet e çdo shqiptar janë zgjidhur personalisht në familjen e tyre, por kjo është përgjegjësi, pra për gjithë ata që përfaqësojnë. Dhe dyta që është më thelbësore. Ne do shikojmë shtëpinë tonë se si do ecë. Problemet do kemi gjithmonë. Edhe atë që ta papu parë me ambasadën dhe do kemi dhe me shtetin e momentin, çdo gjë që do vitë në pushtet. Detyra shoqërore. Problemi ynë është që ne nuk kemi punë me ta fare, thjesht ne bashkë koordinojmë, kërkojmë të drejtat tona, pra ai sa ata, siç e thash më parë me qenë se organizojnë summitin e diasporës, diaspora do të jetë pjesë. Pra nuk mund të bësh summit diaspore pa prezencë diaspore.
Nuk është çështja Ardian Mondi, Ilias, Luar dhe Lulucina. Është një mori njerëzish që janë krahë nesh, që janë brenda këtij grupimi dhe ne presim akoma të tjerë. Thirrja është hapur, njerëzit ato që përvojsojnë, që duan të përvojsojnë në mënyrë të denjë komunitetin shqiptar dhe shqiptarin që jeton në Greqi, e ka derën e hapur deri në 15 vendosë kandidaturën dhe mes të 9 në votimet, që tjetë dhe ai gjithë përfshirës dhe pjesë, ka dhe vetëm pjesë e diasporës. Kjo ishte edhe thirrja nga ana ime, si Ardian, nga ana e grupit tim dhe nga ana e 5 bashkë drejtuese deri në datën 29 që të dalin drejtuesi i ri dhe kryesia e re. Mondi. S'para shpim falënderit për mundësinë, edhe faktin që ulëm me Ardianin këtu për të bërë një bisedë së bashku për të përpjekur një mesazh për bashkëtarët. Unë të thosha së pari dhe mendoj është aja dhe zhe është fakti që nëse ne bëjmë një thirrje të hapur për gjithë faktorët shqiptar, nuk është çështje ndopsie. Se jam i sigurt sepse kjo është dukuria e fenomenit shqiptar. Neve I kemi bërë dikur që në krye të herës ishte Ardiani, në vitin 90 me shumë e vështirë, unë e vogël atëherë, por kishte të tjerë të cilët ja dolën, bashkëpunuan, më pas u ndërtuan shumë institucione. Edhe sot, kritikat janë shumë të arshme nesh, e tjera, për mua, nuk bëjnë sens, sepse ne kemi qenë kryer lartë për faktin sepse kemi pasur një vizion i qëllim dhe objektiv, të cilën ja dolën. Thirrja ka bërë fakti që neve nuk na intereson, të pak në mua se të mund, jam I sigurt edhe bashkëpunëtarëve të mi, ju fakti hadim të bëjmë më shumë. Ne intereson që të gjithë së bashku të barabartë mes barabartëve, brenda kornizës së ligjit, në një institucion shumë domethënës siç është diaspora shqiptare në Greqi, gjithë secili të ofrojë kontributin e tij për më të mirën. Diaspora ka një dinamikë tjetër, nuk është e thënë që ti është dhe antar I diasporës, pra diaspora ja ofron të mundësi, diaspora I përfshin të gjithë. Organizata, shkallës parë, shkallës dytë, nivelet nga më të ndryshmet, por dhe shoqërinë civile. Pra gjithë secili e vjen vetëm nga diaspora, por disa vjen vetëm është mundësi shumë e mirë që të vijë dhe të ofrojë kontributin e tij. Më I miri, më e mira të marrin atë që takon. Jo thjesht për postën e diasporas, por për të kontribuar I nderuar shpërtim, nëse pastaj ne mos bëjmë biseda të tilla për X apo X-en apo X organizatë X por të bëjmë biseda dhe unë do dëshoja shumë që takimi I jashtëm, pra paneli I radhës të bëjë në më shumë faktor të diasporës, dhe kur flas diasporës për të gjithë, komunitetet e diasporave etj për të bërë diskutime thelbësore që intereson bashkëtarët tonë I nderuar shpëtim dhe I nderuar Ardian. Pra, ky është mesazhi I përgjithshëm ndaj, diaspora është vendi I përshtatshëm, është institucioni I përshtatshëm që gjithë secili të marrë pjesë në datën 29 janë zgjedhjet I barabartë mes barabartëve dhe në fund të ditës ajo që duhet dalë prej këtu është mesazhi që emigrantët shqiptar e dikushëm, sot qytetarët I vendit të kenë zë dhe mundësinë të përfaqësohen drejtësisht, por të përcjellin problematikën e tyre për gjithçka në mënyrë më të mire të mundshme. Të dashur bashkëanëtarë, ne sot trajtuam çështjet e diasporës. Falenderoj zotin Adrian Daude, kryetari I Asamblesë Diasporës Shqiptare, zoti Guri, faleminderit, ish kryetari I Federatës Shqiptare. Ne u takofshim në emisionet e ardhshme. Faleminderit.